Mi mbrëma të gjithëve, ja ku pam sërisht, sonte zonja Zotrinj, jemi akoma në zemër të Parlamentit Europian këtu në Bruksel. Mbrëm ishi me eurodeputetin Beleri, i cili është eurodeputet grek, por ka dhe shtetësi shqiptare. Sonte jemi me një tjetër eurodeputet, që unë të ta prezentoj me njerë tani, është një personazh i njohur në politikën europiane. Ja e kam këtu. Dhe quhet Andrej Kovačev. Mi mbrëma, faleminderit që erdhët në këtë intervistë zoti Kovačev. Unë nuk flas anglisht, por gjithsesi kolegët e mi, Sebastian Zonja, Flogert Musha dhe Marsit Gupi, janë anglisht folës. Unë do ju bëj një prezantim të vogël, dhe pastaj do lë kolegët e mi t'ju bëjmë pyetjet e tyre. Do flasim sonte zonja Zotrinj me zotin Kovačev, lidhur me raportin më të fundit, i cili kaloi u miratua në Parlamentin Europian, vetëm pak ditë më parë, por zoti Kovačev do na thotë, a meriton Shqipëria të hyjë në BE në 2027 ose në 2030? Kjo në fakt është pyetja që bëjnë të gjithë në Shqipëri. Ne jemi këtu sonte në zemër të Parlamentit Europian për të kuptuar pikërisht dhe për të dhënë përgjigje kësaj pyetje dhe detajeve rreth saj. Para se ja fjalën kolegëve të mi, dua t'ju kujtoj se zonë e lirë, siç e shikoni, është dita e dytë që ndodhen në Parlamentin Europian, pra zonë e lirë ka hyrë në Bashkimin Europian, për Shqipërinë nuk e dim akoma. Atëherë, zoti Kovačev, Andrej Kovačev, ju keni lindur në Sofje në vitin 1967, jeni formuar akademikisht në Gjermani dhe me një përvojë të gjatë si në botë universitare, ashtu dhe në atë të biznesit, ndërkombëtar, dhe jeni pjesë e Parlamentit Europian prej vitit 2009. Zoti Kovačev, ju merreni prej vitesh me politikën e jashtme, zgjerimi dhe Ballkanin Perëndimor, pra me tema që prekin drejt për drejt dhe Shqipërinë dhe rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Edhe një herë mirë se erdhën në emisionin Zona e Lirë zoti Kovačev, dhe do të kujtoj që ju jeni reporter i partive ose i partisë i PPS, pra Partitë Popullore Europiane, i Parlamentit Europian, reporter për Shqipërinë. Një përkthim i vogël Sebastian dhe pastaj direkt pyetjet. Good evening from Brussels. We are joined with a well-known name in the European politics, the Bulgarian MEP Andrej Kovačev. You were born in Sofia in 1967, academically trained in Germany and with a long experience both in academia and international relations and business. You have been a member of the European Parliament since 2009. And for years, Mr. Kovačev has worked on foreign policy, enlargement, and the Western Balkans, issues that directly affect Albania and its path toward the European Union. Mr. Kovačev, welcome. Thank you very much. Sebastian, as we were talking of the report previously, and I would like to start with a question about Do të doja të nisja me një pyetje për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Aktualisht cili shtet është përpara në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian? Shqipëria apo Mali i Zi dhe cilat janë problemet më të mëdha që Shqipëria duhet përmirësoj? Raporti që u miratua në Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë është shumë i qartë se Shqipëria ka bërë përmirësime. Të gjitha kapitujt janë hapur. Dhe ne presim që reformat e reja dhe ligjet që kërkohen do implementohen. Dhe se partia në pushtet dhe opozita do të punojnë bashkë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Sepse ky është një qëllim i përbashkët për shoqërinë shqiptare. Qëllimi për t'u bërë anëtar i Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk do të them nëse Shqipëria ose Mali i Zi është përpara, por të dyja shtetet janë të parat. Kjo është shumë e qartë dhe Komisioni dhe Këshilli dhe gjithashtu Parlamenti Evropian e konfirmojnë këtë. Gjithsesi, ka shumë punë për të bërë nga partia në pushtet dhe opozita. Anëtarësimi është në interesin e të gjithë qytetarëve shqiptar.
Duke ju referuar raporteve të OSBE-ut Dihrit, a janë zgjedhjet në Shqipëri të manipuluara në opinionin tuaj? Ne I lexojmë me kujdes raportet e OSBE-ut Dihrit. Dhe aty thuhet se zgjedhjet janë konkurruese, por kryen në kushte të pabarabarta, që do të thotë se ka informacion për blerjen e votave. Dhe se është shumë e vështirë për të identifikuar qartë kufirin mes partisë dhe shtetit. Të gjitha vëzhgimet që dalin nga raportet e OSBE-ut Dihrit janë brenda raportit tonë, duke përfshirë edhe rekomandimet e Odihrit për ndryshimet që duhet I bëhen ligjit elektoral për ta bërë më demokratik. Që opozita të jetë e barabartë me mazhorancën, sidomos kur konkuron në nivel lokal dhe qendror. Is, as I mentioned before, something still with question marks according Siç thuhet edhe në raportet e As we're Odihrit. talking about the thin borderline Siç thatë për paqartësinë e kufirit mes partisë dhe shtetit në Shqipëri, Partia Demokratike në Shqipëri është anëtare e Partisë Popullore Europiane. Ju gjithashtu jeni pjesë e Partisë Popullore Europiane në Parlamentin Evropian. Do you believe that your party is taking the necessary steps to support its sister party? A besoni se partia juaj merr përsipër të mbështesë Partinë Demokratike për të konfrontuar, le ta quajmë, udhëheqjen autoritare ku nuk kuptohet kufiri mes shtetit dhe partisë, gjithashtu me sinjalizimet për blerjen e votave, siç folën për raportin e OSBE-ut Dihrit. Pra cili është mendimi juaj për qeverinë e zotit Edi Rama? Pispari duhet ta qartësoj, shumë e rëndësishme. Ne jemi pjesë e Parlamentit Evropian që ka shumë grupe partijake. Edhe pse jemi pjesë e një partie politike, jemi të detyruar të jemi objektiv. Që do të thotë se ne hartojmë raportin tonë duke u bazuar në informacione objektive që vijnë nga Shqipëria. Qëllimi I raportit nuk është që ne të mbështesim një parti ose një tjetër në Shqipëri, por të mbështesim qytetarët e Shqipërisë, që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe të mbështesim shoqërinë demokratike. Shohim qartë se ka sherrë të mëdha në Shqipëri mes partisë në pushtet dhe opozitës. Prandaj ne thrasim të dyja palët të ulen dhe të punojnë bashkë për një qëllim, I cili është Shqipëria si antar I plot I Bashkimit Evropian. Fjalë më njëherë Marsit Gupi, zonja Zotrinj, për të vazhduar pyetjet, ju kujtoj që kemi vetëm maksimumi 7 minuta kon dispozicion sepse eurodeputeti ka një event tjetër duhet largohet, pastaj do vazhdojmë bashkë. Marsit. Prokuroria Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Ai ka arritur pritshmëritë të larta të Bashkimit Evropian? SPAK është vegël shumë e rëndësishme dhe ne ndjekim me kujdes veprimtarinë e tyre, sidomos për çështje të rëndësishme të korrupsionit. Si ajo e kryebashkiakut të Tiranës dhe si ajo e zëvendës kryeministres. Dhe presim që nuk duhet të ketë imunitet për ata që mbajnë postet e larta drejtuese dhe që njëkohësisht janë nën hetim, që SPAK-u I pavarur të kenë mundësinë që të punojë për të mirën e shoqërisë dhe drejtësisë. Në Shqipëri, disa media dhe analistë politike konsiderojnë çështjen e ish-ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, Belinda Balluku, pra që është çështja e SPAK-ut, si një çështje që ka bllokuar procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. A është e vërtet? Nuk mendoj se një çështje specifike mund të ndalojë anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Por në raportin tonë është reflektuar se ne presim që SPAK të punojë në mënyrë të pavarur. E kuptoj, pyetja e fundit. Shqipëria është bërë antare e Bordit të Paqes dhe në të njëjtën kohë është duke thelluar marrëdhëniet me Izraelin. Në një kohë kur Franca, Italia dhe Spanja po mbajnë një qasje kritike.
A indikojnë këto procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Shqipëria është përafruar plotësisht me politikën e përbashkët e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, sidomos për luftën në Ukrainë. Pra, agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës. E nuk mendoj që iniciativat të ndryshme si bordi i paqes janë problematike për antarësimin e Shqipërisë. Koha jote, kemi vetëm 5 minuta në dispozicion. Mr. Kovacev, is there a possibility that Albania could Zoti join Kovacev, a ka një mundësi që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian pa veto në Këshillin Evropian? Ju e dini që kërkohet unanimitet në Këshill për procesin e antarësimit. Nuk mendoj se për rastin e Shqipërisë do të vendoset veto, por para se të shkohet te votimi në Këshill, pra në vendimin përfundimtar, do të duhen më shumë përpjekje nga ana e Shqipërisë për të qenë shumë e sigurt që në çdo fushë të politikës, si për shembull, mosdiskriminimi, gjuha e urrejtjes, të zbatohen plotësisht. Nuk ka dyshim që vendet anëtare mendojnë se Shqipëria e meriton të jetë në Bashkimin Evropian. What is your opinion regarding the Albanian opposition accusations? Cili është opinioni juaj përsa i përket akuzave të opozitës shqiptare për kapjen e shtetit në Shqipëri? Kjo tregon eksaktësisht se sa i thellë është polarizimi politik në Shqipëri mes partisë në pushtet dhe opozitës. Dhe kjo është arsyeja pse ne në raport i kërkojmë palëve të qetësohen. Sepse qëllimi i madh është që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe është e sigurt që demokratizimi i shtetit dhe reformat duhet të bëhen me pjesëmarrjen e opozitës. Prandaj një pjesëmarrje e drejtë e opozitës në çdo nivel, është sidomos në parlament, duhet garantohet. Ku opozita, Partia Demokratike duhet të marrë pjesë në çdo organ parlamentar që zëri i opozitës të jetë shumë i qartë, të dëgjohet. Dhe që ky polarizim shumë i madh mund të reduktohet. Dhe para se ta falenderojmë zotin Kovacev që na nderoi me këtë intervistë, që na dha vetëm, po themi në momentet, se thuash, momentet rëndësishme për Shqipërinë. Before saying thank you to Mr. Kovacev, before leaving. Jo, nuk ka nevojë. Okay. Do t'i bëj një pyetje të fundit në anglisht, me anglishtin time të tmerrshme. Mr. Kovacev, do you know Edi Rama? Zoti Kovacev, a i njihni personalisht Edi Ramën? I met a few times Edi Rama, I met also Sali Berisha. Po, e kam takuar disa herë Edi Ramën. Kam takuar gjithashtu edhe Sali Berishën. Kam takuar Jorida Tabakun. Gjithashtu shumë politikanë të tjerë në Shqipëri. Kjo është detyra ime, që të takoj të dyja palët. Thank you very much, Mr. Kovacev. Ishte pra reporteri i Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian për Shqipërinë. Jemi live, unë tani do ta përcjell, do ta falenderoj reporterin, zotin Kovacev, dhe do vazhdoj me miqtë e mi Sebastian Zonja, Flogert Muça dhe Marsit Gupi, dhe do flasim pak pikërisht për të raport dhe pastaj do flasim edhe për Parlamentin Europian, me që është hera e parë që ne bëjmë një emision live, duhet thënë, nga studiot qendrore të Parlamentit Europian për herë të parë në Shqipëri. Dhe jemi duke vazhduar bisedën, sa po kisha në studio zotin Kovacev, Andrej Kovacev, që ishte raporteri i Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian për Shqipërinë. Sa po ka kaluar një raport, në fakt me shumicë kaloi pro, ndërkohë unë sigurisht ja lash çunave komplet bën intervistën çerekord vazhdoi intervista apo jo Floger, sepse nuk di anglisht, po sigurisht kuptova pak disa pak gjëra të vogla i kuptova, po ju tani mund të jo ta përktheni atë, po marrni vetë çka ka ndodhur. Në fakt, pyetja që shtrohet është kjo.
Po e fillojnë nga Flogerdi, pastaj për të kaluar te Marsilja dhe Sebi. Ideja është kjo, Flogerd, sipas teje, nga sa na tha Kovačev, raporteri, Shqipëria e ka të hapur rrugën me gjithë problemet që ka për në BE, apo gjithsesi ka një bllokim? Jo, me aq sa na tha zoti Kovačev, Shqipëria është në rrugën e dur, sigurisht që ka punë përpara, ka reforma për të kryer në shumë drejtime, por ajo që është qasja dhe fryma e këtij institucioni gjigant ku jemi ne, është që Shqipëria është në rrugën e dur drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Sigurisht, një nga debatet kryesore që zhvillohet në Tiranë dhe që ne e sollëm në një farë mënyrë edhe këtu nëpërmjet pyetjes Marsidit, është fjala vjen çështja Balluku, a mundet një kauzus, një individ që të kthehet në një problem për integrimin e Shqipërisë, dhe përgjigja e Kovačev ishte nuk e di. Ishte që gjithsesi nuk mund të jetë një individ bllokuesi i gjithë procesit. Do të them pastaj, ne ta përfundojmë. Kështu që në përgjithësi qasja ishte pozitive. Sigurisht ai thekson që Shqipëria ka detyra për të bërë, pra nuk është sepse në thelb ka një lloj burokracie kjo histori, pavarësisht vendimit dhe qëndrimit politik në finale. Se në finale do jetë vullnet politik. S'do Hollanda. Le ta bëjmë dialog me tirata të shkurtra. Marsi se tani jemi disnesh. Unë mendoj që nganjëherë gjuha diplomatike të bën të flasësh mes rreshtave. Pra nuk është një gjuhë drejt për drejt e cila e shteron, por e hap diskutimin. Fakti që flitet për rastet veçora, siç ishte për shembull përgjigja në lidhje me zonjën Balluku, s'do thotë që një rast nuk mund të identifikojë se fenomen të gjitha rastet e tjera. Pra në momentin që gjithmonë flitet për pavarësinë e sistemit gjyqësor, dhe një nga pritshmëritë më të mëdha që është raport me Shqipërinë është pikërisht pavarësia dhe garantimi i SPAK-ut edhe i strukturave të reja të drejtësisë në raport me pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ. Tani, në një moment në të cilin bëhet një blokad, sepse ashtu e mendon vullneti politik i partisë që ka 13 vite që qeveris, kjo nuk mund të quhet rast i veçuar. Dhe kjo nuk reflekton pikërisht atë që nëse thuash një lloj gjuhë drejt për drejt, ai u mundua të përgjigjë me diplomaci. Për sa i përket pavarësisë së SPAK-ut, përsëri përgjigja e zotit Kovačev ishte si thuash ambigue, jo shtoruese. Pra tha që i kemi dhënë aksesin total në raportet që kemi ne me SPAK-un, në mbështetjen tonë, dhe normalisht që rezultatet që pritën nuk e ka dhënë akoma, si thuash, frytet e plota. Në këtë lloj forme mua më bën të jem skeptik, ta pezulloj pritshmërinë, siç thoshte edhe Piro i Lehas, me pritshmëritë e integrimit evropian, pasi unë mendoj që rasti Balluku dhe disa raste të tjera janë orteqe të cilat duke u rrotulluar do shkaktojnë probleme edhe më të mëdha në lidhje me fenomenin e garantimit të pavarësisë dhe ndarjes pushteteve. Shiko, të gjitha vendet që bëjnë pjesë në këtë infrastrukturë në Bashkimin Evropian çani, kriterin bazë që kanë ose themeli është pikërisht pavarësia dhe ndarja e tre sistemeve. Parimi check and balance. Në qoftë se këto duken raste të izoluara, dëmin e bëjnë sikur të jenë fenomene që përfaqësojnë realisht relatën. Ikim pak tani nga ato që tha Kovačev, se në një mënyrë i dhat, ose ka Sebastiani ndonjë gjë për të shtuar, nga pyetjet që i bëri vet, dhe le të merrem pak të komentojmë ne vet. Nga Parlamenti Evropian, ku përsëris dhe njerë për gjitha që më brinë tani dhe thonë, po ç'është kjo studio, se kemi pranë ndonjëherë. Pa merak, jemi në Bruksel, jemi live në Parlamentin Evropian. Mbrëmë ishim me zotin Beleri, i cili na ndihmoi shumë të hyrim këtu si eurodeputet grek, por edhe shqiptar, me shtesë shqiptare. Për herë të parë zonë e lirë, pra siç e shikoni, është në këtë parlament në studiot zyrtare të këtij parlamenti. Për herë të parë duhet të thënë një emision shqiptar regjistrohet këtu, sepse ndryshe është e pamundur nëse s'ka një eurodeputet të vendit të vet, dhe kjo duhet të thënë mua më gëzon shumë, nuk e di për ju, por gjithsesi është një lajm apo jo? Është lajm. Patjetër. Po të kishim më shumë zotin Kovačev sonte, do kishim mundësi të kuptoni pak më shumë, pa ai kishte kohën shumë të limituar. Thelbin e dha. Sebastian, të lutem, tani të kalojmë përtej Kovačevit dhe më thuaj të lutem, duke qenë se për herë të parë dhe ti je brenda këtij parlamenti, ke parë e shef më nga afër kështu. Si të duket atmosfera? A mendon që në gjithë këtë institucion të madh, ku ka me qindra dhe mijëra njerëz që hyn të dalin çdo ditë, ka një moment caktuar ku zyra që merret me Shqipërinë
Vjetë ka që përqëndrua në hallet që ka vëndi atje? Që se hynë në Parlamentin Evropian, gjëja e parë që sheh është që të gjithë janë të lirë të vishën si të duan, të sillen si të duan, kanë lirinë e lëvizjes, dhe të gjitha emrat që mund të shohësh kudo në çdo hyrje që arrita të shija dhe po ashtu dhe me disa zyrtar që arritëm të takonim, të shinim, bënim bisedat ndryshme etj. Ajo që kuptojmë është që kryefjala e tyre është demokracia. Kryefjala e të gjithë Democracy in action, in action, ashtu ishte gjithandej. Demokracia. In action. Kushti i demokracisë janë zgjedhjet. Dhe zgjedhjet si kushti i demokracisë tregojnë një gjë shumë thjeshtë. Me Edi Ramën kryeministër ne nuk bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Qartë. Pra ajo që unë dua të them është që e para 720 euro deputet. Dhe i gjithë kjo sallë kaq e madhe ku është një nga 3 institucionet më të rëndësishme në botë bashkë me Kongresin Amerikan dhe me Parlamentin Kinez. Ky institucion kaq i rëndësishëm është në thelb të demokracisë evropiane dhe këtu merren vesh për ditë 27 shtete se si të zgjidhin çështje nga më të ndryshmet. Që nga cilësia e veshjeve, deri tek madhësia e vezës, siç është humori që bëhet shpeshherë, dhe deri tek çështjet gjeostrategjike. Këtu kuptojmë edhe një gjë shumë të thjeshtë që në shumicën e rasteve, kryeministri Edi Rama na mbush mendjen sikur është personi më i rëndësishëm që vjen në BE dhe të gjithë i çelin dyer dhe vetëm për atë mendojnë ditë dhe natë. Ajo që ne kuptojmë është që kur këta mbyllin dyer si lider dhe flasin me njëri tjetrin, vjen keq ta them, por kemi një kryeministër që është gazi i botës, që bën diplomaci me atlete, me dajre, me lëvizje që nuk i duket se ku jemi duke shkuar, që ka 15 vjet dhe ka ngecur në vend integrimin në Bashkimin Evropian dhe që duket shumë i largët me Edi Ramën kryeministër. Kur një person kalon 2 mandate, atëherë unë besoj se ka marrë fund implementimi i çdo lloj ideje që ka. Implementimi i të gjitha ideve për ta vjedhur vendin, implementimi i të gjitha ideve për të zgjeruar gamën e korrupsionit në vend, implementimi i të gjitha ideve që shqiptarët të mos vinë sa më shpejt drejt Bashkimit Evropian, implementimi i faktit që ne erdhëm në Bashkimin Evropian si gazetar dhe qindra të tjerë kanë ardhur dhe hym te dera kishim 2 shqiptar, cilët i takuam, ishin shqiptar të Kosovës që na takuan me shumë përmallim dhe kishin vënë flamurin e Shqipërisë. Thjesht Edi Rama nuk do që ta sjell Shqipërinë në Bashkimin Evropian për shkak të kapjes së shtetit, për shkak të korrupsionit dhe për shkak të mungesës së balancës institucionale dhe për faktin e investimit për ta defaktorizuar sa më shumë që t'jetë mundur opozitën shqiptare. Para se kaloj Flogerdin, që nuk e di, a do ketë një replik me ty apo jo, Sebastian? Unë jam shumë dakord me Sebin, sepse ajo që të cilën unë mundova ta shpjegoj ose si thua ta nxjerr nga deklarata e zotit Kovačev, ishte pikërisht kjo. Pavarësisht se siç e thash pak përpara, gjua diplomatike rrjedh mes rreshtave, nuk thuhet në mënyrë drejtë. Sepse normalisht ai s'mund shprehet që rasti Ballukut sepse do ishte konfrontim total. Pa e përsëritur këto, jo, tani më duhet qëndrimi jot më shumë. Qëndrimi im është ky, shikoj çani, për mendimin tim reforma kryesore që ka nevojë Shqipëria është garantimi i ndarjes së pushteteve dhe garantimi i të drejtës, që do të thotë që gjykatët shqiptare të japin drejtësi. Pse? Sepse çështja e pavarësisë së sistemit gjyqësor lidhet me liritë e drejta themelore që sanksionohen dhe nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit, dhe nga rregullorët, dhe nga direktivat, dhe nga ligjet e Bashkimit Evropian. Një shtet në cilin ti, nuk garanton të drejtën e pronës. 2, të gjitha procedurat dhe kontratat administrative bëhen me ndryrje dhe me shkelje pabarazie, në tendra, në mënyrën si ndahen fondet publike, në mënyrën si administrohen, dhe emërimi gjykatësve dhe vendime t'jepet në urdhër nga larg, kjo e bën të pamundur integrimin. Pse? Sepse nesër do operohet nëpërmjet lëvizjes së lirë të madrave, shërbimeve, njerëzve dhe kapitaleve. Dhe si mendon ti që mund të fusi në zonën e Bashkimit Evropian ai që nëse nesër të vjen një biznesmen evropian ose një qytetar evropian në Shqipëri dhe mundohet të hapi një biznes, mundohet të bëjë një veprimtari ose mundohet të ketë një akses në procedura shtetërore dhe nuk i garantohet të ketë drejt, me çfarë garancie do të bëj pjesë të Bashkimit Evropian? Se kjo rezon totalisht standardin. Në moment që ti nuk i realizon dot të standard, pra dhënien e drejtësisë dhe ndarjen e pushteteve, nuk e si të bësh pjesë. Është pak a shumë si thua kemi parime të ndryshme, pra nuk tentojmë të njëjtat ujëra. Dhe e vetmja mënyrë se si të jepet ideja e kësaj perspektive europiane,
që ne ndajmë njëtat kriterë, njëtat vlera me ju, është duke dhënë fenomenin e emancipimit kulturor. Unë e kam thënë, SPAK-u është bërë si një institucion i ri, i dalë nga reforma në drejtësi, pikërisht për të bërë emancipimin kulturor shqiptarëve. Pse? Sepse jo më kot merret me dy figura të posaçme të veprave penale, zyrtarët e lartë dhe krimin organizuar. Sepse këto janë shqetësimi real në Shqipëri. Në moment që këto dy figura nuk preken, nuk cënohen, ose procesi ndaj tyre ka ndërhyrje, kjo tregon që jeni në të njëjtin emancipim kulturor. Dhe dëshkimi këtyre duke qenë se këta mahen si më të pushtetshmit, është që qytetarëve të Republikës Shqipërisë të shtohet më shumë respekti për organet dhe institucionet shtetërore dhe publike se sa për zyrtarët e lartë politikanët ose për grupet kriminale ose për figura siç i kemi në rastet e fundit. Qartë. Dhe emrat të përveçëm që mos i përmendim këtu sepse Floger? sa një gjenike për këta. Floger Muça, lexo.al, gazetar ekspert komunikimi. Floger? Arjan, unë jam dakord me dy miqt, Kolegët, po? patjetër. Duhet të jetë ashtu. Ajo që më vjen keq është që politika europiane na zhgënjen neve të katërtve, të treve, se ti nuk po mban një qëndrim, po na zhgënjen, sepse ne themi realiteti është ai që thot Sebastian. Problemi është që ky Kovačevi thot të kundërtën, ky eurodeputeti që kishim këtu. Problemi është që raporti vren shqetësime, patjetër, plot, që pranohen dhe thuhen, por sërish ajo që thuhet nga burokratët, por edhe nga politika europiane, nuk është e realiteti që pasqyron Sebastiani Marsidi dhe që mund besoj unë. Qartë. Pra, unë nuk kam replik pse Sebastiani mendon që Edi Rama është maskara. Problemi është që nuk e thon këta. Unë nuk kam replik. Po nuk e tha raportis, duhet ta besojmë si mendon. Duhet na e thot dikush nga Bullgaria se si jetojmë ne në Shqipëri. Apo them të kundërtën? Jo, si mendon ti, dakord. Ti si mendon? Pra dikush në Bullgari dhe në Gjermani duhet thotë si jetojmë ne në Shqipëri, pra një raport shkruan. Do përsëritës është një të gjëra më burqe the para 2 minutash. Jo, si e mendon ti? Ne jetojmë të katërt në Shqipëri. Ne jetojmë të katërt në Shqipëri. Jeni dy mërbur. Po pra, të katërt jetojmë në Shqipëri. Vetëm me Si e mendon? Si e mendon? Ka çmimet të larta. Ka korrupsion, ka mungesë transparence, ka kapjet medias, ka kapjet shtetit, ka blerjet votës. Asnjë s'ka. Po i ka gjitha pra, po çfarë po them? O Sebastian. Tani si e mendon? Ja le të ja përgjigj. Problemi i madh është që ndërkohë që unë flas, Sebastiani përgatit çfarë do të më thotë pa më dëgjuar çfarë unë them. Ky është problem në bashkëbisedim. Unë thash mbështes të gjitha ato që thua ti, sa më shumë biles. Pse si thon këta në problemi është që ajo që unë pash para 13 minutash këtu, dhe ajo që lexoj, dhe ajo që shoh politikën europiane këtu, e para herë do të themi diçka. Këtu është një institucion gjigant, e mbushur me burokrat, me njerëz qytetar, që mbajnë erë të mirë, që lëvizin qetë, që nuk bëjnë zhurmë, që i kanë gjitha të mirat, po në finale ngelen ca burokrat. Kupton, ca rroktar. Dhe ata që vendosin, dhe këtë e di edhe Bebja në Djep, janë Macroni, Metsi dhe ca tjerë që kanë dhe leva her pas here shtetet tjera, që në finale duan të na fusin, s'duan të na fusin. Burokracia nuk është pjesa më rëndësishme, është vullneti politik. Dhe këtë ti e di 100 herë më mirë se unë. 1 milion herë më mirë se unë e di. Ka 1 milion probleme Shqipëria. Këtu, ajo që dua të them unë, është që ndryshe nga që mendojmë në Tiranë, një desk që është për Shqipërinë këtu, nuk ju hajt qoshe çfarë ndodh shumë ande nga neore. As me korrupsionin, as si vjedh paratë shqiptarëve kryeministri shqiptar. Kjo që pyetja ime që bëra në fillim. Po pra, nuk ju, më fal po të huazoj një shprehje, nuk ju plas. Ata janë burokratët që bëjnë punën e tyre, marrin rrogat, vën, heqin bexhat kur dalin jashtë, ikin në shtëpi, vinë prapë vazhdojnë me ato raportet i shkruajnë, në finale vullneti dhe vendimi është politik. Dhe çfarë ndodh është që ne mund të themi çfarë të duam, por në finale hallat e shtëpisë tonë na ngelen atje në shtëpi. Këta kanë hallin e centëve të tyre, po, për çdo cent që shpenzohet nga paratë europiane, këta të kërkojnë llogari këtu. Për paratë atje thonë ato fjalët që ka korrupsion, mbështesim SPAK-un, tralala me bishta prasi, themi ne nga fshati, edhe vazhdon jeta. I teket Macronit thot hapje negociatat. I teket Metsi thot mbylli negociatat. Sebastian, baje këtë Tirana. Çështja është se me të drejtë Thogerti pra çështja më fal vetëm një fjali, të lutem. Pra çështja nuk është çfarë mendoj unë se është Edi Rama burri i mirë apo i korruptuar.
ja po jo e jap gjitha. Çështja është çfarë mendohet këtu për Nuk ishte kjo thelbi. Thelbi është, a ekzistojnë këto fakte? Me këmbë tokë është Flogreti, nuk e çojtua fare. Jam dakord me këmbë tokë dhe me duar tokë, po problemi është që a ekzistojnë këto fakte? Duart në tokë i mban lopa. Fal, e kisha kuptim në i batut. E qartë. Edhe imja batut ishte. Edhe tu nga Parlamenti Evropian prapi lëshoj batut tani se jeni vetëm. Ideja është këtu, ne do flasim a ekziston fakti ose jo, apo a e shef Kovačevi ose jo. Unë mendoj që këto që ngriti si shqetësim Sebastiani dhe unë, a qëndrojnë, se problemi është të qëndrojnë, për Kovačevin ne mund të jemi shumë mirë, ne mund të jemi utopia perfekte. Problemi është tek ne a funksionon ose jo. Se këtu lexove kur u futëm tek dera, lexove demokracia në aksion. Në qoftë se demokracia në aksion është kapja e gjithë shtetit. Marsit, që nga 96, që nga 96, maj 26 maj, kur është bërë ajo masakra, e këtej, këtu historitë e zgjedhjeve kanë qenë 2001, 2003, 2009 me Rushdien, 2011 që ja morën Edi Ramës bashkinë dhe këtë e di çdo shqiptar. Po pse Sali Berisha i gabim. Legitimohet dhe Edi Rama ta bëj. Edhe më keq Edi Rama pas po më lërë të mbaroj. Edhe më keq ky tjetri. Dhe ne i kemi thënë këto, po kjo është ti thuash shqiptarëve një gjë që ka 30 vjet që e dëgjojnë. Dhe thonë me vete ata, edhe Marsiti dhe Sebastiani dhe Flogerti, flasin si ata që ka 30 vjet që na thonë një gjëra. Ne ju themi atyre që o njerëz, a e kuptoni që këto prallat e Bashkimit Evropian në kuptimin që po bëhet nami, e tha kështu raporti, nuk ju zgjidhin gjë shqiptar, du t'i zgjidhni vetë. E kupton? A e kuptoni që këto janë burokracira, i merr rrogën, shkon te takimi tjetër atje, vazhdon eurodeputet nga 2009 me rrogën 10.000 euro, jeton si pasha dhe ikën, lë Bexhin dhe vazhdon jetën. A e kuptoni shqiptar që këtë punë mund ta zgjidhim ne? A e kuptoni që këtu Edi Rama nuk është ai i keq që thot Sebastiani, dhe të keqin mund ta shkulim ne, se nuk na e shkulin këta? A e kuptoni? Pra, unë po them t'ju flasim njerëzve për këtë, pa për ju thonë ne se sa keq është Edi Rama, pe din ata, po thjesht ju del një keqe tjetër që është po kaq e keqe, po është dhe e vjetër, e kupton? Edhe thonë po mam këtë keqen më të re, pe kaq është historia. Ti e bën shumë bukur shiftin, sepse ti flet për alternativa qeverisje, jo për alternative, jo për alternativa në mënyrë operimi. Po, ai bën shiftin sepse ka shumë Ramën. Shiftin kthesën. Zhvendosjen, duke krahasuar me Berishën, ndërkohë ne bëj duke krahasuar me standardin. Pra, ai flet nga perspektiva relativizimit, unë flas nga perspektiva identifikimit. Teorikisht pastaj. Jo, kjo është super praktike. Keni drejt, hajde mbyllim. Kjo është super praktike. Jo, kemi sa minuta akoma. Le dhe sa kemi, duhet ishte argumenti im, hajde mbyllim. Se që parë keq kuptoj, batuta ime ishte kur thash me duar në tokë me idenë e një besimtari musliman, nuk e thash si një bashk nuk kemi nga ato problem. Batuta që më pashme që thash me këmbë dhe me duar në tokë, ishte me idenë e faljes. Ajo që unë po thoja, po erdhi ajo simbolike. Po se ka kaluar në ca rrugë sot për të ardhur këtu që... Jo, me erdhi nga jo, sepse edhe i fare që futemi në Bashkimin Evropian. Lutet pra ditë në këtë kuptim. Pa i mbase lutet kështu, valla. Jo, Sebastiani është lutur si Kristian. Sebastiani është lutur dhe me pasportin. Flogerti mund të lutë kështu. Flogerti kur e shikojmë duket viking, s'ka lidhje fare me këtë qytetin, këtë faljen tjetër. Me të shumë si ka. Nëse për te asaj, Flogerti, përfundimi është kjo. Realisht mendon që çështja e integrimit do kaloj sa mirë do e ndjejmë në veten dhe do i shikojmë, apo nga mënyra se si do operohet i gjithë procesi identifikimit problematikave. Kjo është. Unë mendoj se çfarë tha për shembull Kovačev, edhe raporti, çfarë thot raporti? Raporti thot që duhet, domethënë pavarësisht sistemit, pra ka nevojë për ndërhyrje në sistemin zgjedhor dhe pse ka pastaj pavarësinë gar, ka përdorim të Ramës të administratës, se më the tash. Kjo thuhet për herë dhe ata atje, Damiani me Oerdin, po e them kështu, pra nuk e di kush është Mazniku me Boçin më duket, po bën një reformë. Territoriale. Pra çfarë ndodh? Reforma territoriale. Po. Ndodh që ne bëjmë sa ndërhyrje në ligj, e zbukurojmë siç e kërkojnë burokratët këtu. E kupton, këta e rregullojnë pak raportin vitin tjetër. Odiri thot 1 milion probleme, por zgjedhjet kualifikohen dhe vazhdon qeverisja. Dhe në finale unë mendoj vetëm një gjë, që antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do bëhet dhe nuk duhet shihet nga njerëzit si një procedurë burokratike se sa ne do bëjmë punët brenda Shqipërisë në këtë moment, po flas, më shumë se sa, pra vlen dhe kjo, po më shumë se sa vullneti politik i atyre që udhëheqin Europë. Mbaj mend në 2017-18 nuk hapeshin negociatat me Demek, sepse Sajmir Tahiri ishte akoma deputete, më se të thash. E ka qenë narrativ politike. Po, dhe çfarë ndodhi? Sajmir Tahiri doli në parlament dhe tha, unë tha e lë mandatin, i lë gjitha.
nuk u hapen negociata sepse doli Hollanda, doli Franca, ishte momenti politik i brendshëm që Çani e di më mirë në Francë, Macroni përballë Le Penit e më the tash, dhe na lan jashtë. Në një moment tjetër, kur ne s'kishim ndryshuar asgjë, na futën brenda. Na i hapën për i vit gjithë kapitujt. Tani ti mendon se ne jemi super sajan që i hapim negociatat për i vit ndërkohë që tjerët ngecin? Jo, deshtën na i hapën. Do duan do na i mbyllin. Do duan do na fusin, do duan do na e fusin. Pra Flogerti ka folur tamam si lider shpirtëror, domethënë i ka dhënë ngrohtësi dhe dritë shqiptarëve me ide që procesi ose natyra ose koha do bëjt vetën e do futemi, pavarësisht problemeve. Jo, edhe do ju teket do na fusin, do ju teket do na e fusin. Njëra është si vullnet politik i tyre. Kishim mbaruar me këtë batut emisioni, po se mbarojmë dot se kemi edhe këshik akoma. Kemi edhe të fusim Sebin. Seb, mbyllë që me batut. Si ta mbyllë. Sa është ora? Po. Nuk di se si ta mbyllë me batut, po di të them se çka kemi biseduar dhe di të them se çfarë mendoj mbi këtë pikë. Sa? Di të them që rrugtimi jon drejt Bashkimit Evropian është një nga më të rëndësishmit e mundshëm. Di të them që rrugtimi ynë bashkë me Kosovën drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s është një nga më të mirët e mundshëm. Di të them që kemi folur me çdo që kemi takuar dhe kemi lobuar për Kosovën sa më shumë që t'jetë e mundur, sepse Kosova meriton të jetë këtu së bashku me ne në Bashkimin Evropian dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Di të them edhe tjetrën që zgjidhja nuk është Edi Rama, por në të njëjtën kohë nuk është as Sali Berisha dhe për këtë kemi biseduar dhe na kanë pyetur mbi këto tema. Ditë të them që edhe zgjedhjet e fundit në PD pagar me vetëm Berishën kryetar i përjetshëm i Partisë Demokratike nuk është zgjidhja e duhur për demokracinë evropiane. Dhe ditë të them që duhet një konsensus i gjerë ose një qeveri teknike, duhet një konsensus i gjerë që edhe me Berishën të shkojnë dhe të flasin zyrtarët e lartë evropian dhe amerikan që të gjetë një zgjidhje dhe për opozitën në këtë kënd, dhe Shqipëria të udhëtojë më mirë drejt Bashkimit Evropian. Në qoftë se Berisha dhe Rama mbajnë njëri tjetrin në pushtet, pra është një duopol që lidhet me njëri tjetrin për ta kapur pushtetin prej fyti, ajo çka qytetarët shqiptar gjysma e tyre jetojnë në Bashkimin Evropian, gjysma 90% e shqiptarëve të Kosovës duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe shqiptarët e Maqedonisë, dhe këto ishin bisedat që ne zhvilluam me të gjithë eurodeputetet, me të gjithë zyrtarët e lartë Bashkimit Evropian që takuam. Ajo që mund të them është që qytetarët shqiptarë duan demokracinë, qytetarët shqiptarë jetojnë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, qytetarët shqiptarë janë qytetarë të denjë të Bashkimit Evropian, qytetarët shqiptarë kanë ardhur përpara politikës dhe shoqëria shqiptare ka ardhur përpara politikës në Bashkimin Evropian dhe është gjëja më e rëndësishme që politika të ndjeki vullnetin e qytetarëve si në Tiranë, po ashtu edhe në Prishtinë, që sa më shpejt bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe sa më shpejt të jemi pjesë e këtyre vlerave të përbashkëta ku mbizotron demokracia, mbizotron një treg i madh dhe mbizotron një dinjitet për çdo qytetar shqiptar që jeton brenda suazës së Bashkimit Evropian. Me këto politikanë që kemi, është jashtëzakonisht shumë e vështirë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Qoftë vullnet politik i vendeve të BE-s, qoftë vullnet teknik i burokratëve. Me këto politikanë që kemi, me Edi Ramën kryeministër, është jashtëzakonisht e vështirë që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Po shifja ndërkohë në planin tim këtu përballë, te finali i tim Sebi që po i drejtoi kamerës e fori disa sekonda në kamerë, më duket si spot publicitar i përpara. Ndërsa mua tregove një aftësi tani që ne nuk ta njihnim. Ndërsa mua më duket edhe i fisë kamerës. Po. Si një spot politik bile, jo spot ndërsa unë kuptova çfarë mungon politikës në Shqipëri. Sebastian Zonja. Faleminderit. Dhe imagjino ta linçoj këtë aftësi nga këtu nga Selia e Bashkimit Evropian tregon që dëgjoj, një lajm që po shoh, telefonata në Bruksel, kapitujt e negociatave mund të mos mbyllen deri në fund të 2026-s. Dhe thot konferenca ndërqeveritare në Tiranë, mes Tiranës dhe Komisionit Evropian, që ishte parashikuar të mbajnë në muajin prill për të nisur me mbylljen e kapitujve, të paru shtyga presidenca kipriote për shkak të mungesës konsensusi mes vendeve anëtare të BE-s për miratimin e raportit i bar. Ky është një lajm i ri apo një lajm i vjetër? Unë po lexoj tani. Është ai lajmi që po them që do gjej një pretekst për të
Po jo, po me që jemi Bruksel për Parlamentin Evropian, mirë është i referohemi. Dhe thot Komisioni Evropian dhe vendet anëtare nuk po arrin të shkojnë drejt një kompromisit domosdoshëm për t'i hapur rrugë mbylljes kapitujve të negociatave që kanë si qëllim antarësimin e Shqipërisë në BE. Duke qenë se disa antarë të 27-sh nuk bien dakord me miratojnë raportin e IBAR do më shpjegoj Sebi çfarë ose Kush janë antarët? Prit. Apo se thot? Ja ta lexoj, që përfshin respektimin e standardeve për funksionimin e shtetit, ligjor dhe pavarësisë gjyqësorit, qeveria Rama po mundohet të lëvizë të gjitha gurët për të zhbllokuar atë që në Tiranë nuk pranohet zyrtarisht, ngecjen apo ngrirjen e procesit disa fusha, por kryesisht për pengim të punës drejtësisë në rastin Balluku. Në këtë kuadër thot, kryenegociatorja shqiptare Malinda Dhuka i ka bërë një telefonat përfaqësuesës Brendësisë Cipriote Marilena Arauna për diskutuar hapat e mëtejshëm në kushtet kur disa shtete anëtare të BE-s po mbajnë pezull me ratimin e raportit i BAR. Raporti për vendin për Shqipërinë kishte identifikuar rreth 92 piketa ose poshliqe, 92 flogert, që duhen plotësuar detyra për të avancuar më tej procesin e integrimit evropian. Shqipëria thot, lajmi, duket se është distancuar dhe nga marrëzi në rrugën e drejt BE-s, Podgorica mori gjatë muajit mars aprovimin e shteteve anëtare të BE-s për hartimin e traktatit, antarësimit me Malnezi, çka shënon hyrjen në një fazë pakthyeshme të procesit të zgjerimit, komisionera për zgjerimin KOS, etj. Këto janë lajmet që kemi parë. IBAR është internim benchmark, ka të bëjë me pikat themelore, që ka të bëjnë me luftën ndaj korrupsionit dhe sistemin e drejtësisë që ceku Marsidi. Qartë. Ajo që ne kuptojmë është që gjermanët kanë një kundërshti me qeverisjen e Edi Ramës. Kundërshtia gjermane me qeverisjen e Edi Ramës ka të bëjë me këto dy pika, korrupsioni në niveleve të larta dhe gjithashtu drejtësia. Këto janë dy pikat kryesore që raporti i BAR-t. Kur themi Gjermania, kemi thënë gjysma e Evropës. Në këtë kuptim, ajo që ndodh me raportin e IBAR-t, që janë çështje themelore të hyrjes në Bashkimin Evropian, korrupsioni dhe drejtësia. Në të dyja rastet, sa i përket drejtësisë, kemi kapjen e sistemit të drejtësisë, për shembull po sjell rastin e Serbisë, ku u bën ndryshimi i KLG-s dhe KLP-s, tha Komisioni i Venecias ke kapur drejtësinë dhe ai thot tani që ju lutem jepni 1.6 miliard euro të planit rritje sepse përndryshe kanë probleme të brendshme. Qartë. Po të shohësh, edhe kryeministri Edi Rama thot njëjtën gjë, do e bëjmë thot drejtësinë më efektive për qytetarët. Presion ndaj drejtësisë. Mund të themi ne ka kapur Rama spakun se ka kapur Rama spakun, e ka kapur ky spakun se ka kapur ky spakun. Është kusht themelor për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian drejtësia. Është kusht themelor për të bërë pjesë e BE-s lufta ndaj korrupsionit. Ne nuk kemi as mbështetjen e drejtësisë nga faktori politik, as luftë të madhe ndaj korrupsionit sepse ka parat pista që vinë në Tiranë. Sebastian, Flogert, Marsid, lajmi djeshëm. Flogert, pse Rama ju rikthye përplasjes me reporterët pa kufi? Kjo është shumë interesante. Kryeministri shqiptar thot, anashkalon ekzistencën e 5 familjeve mediatike që ushqehen me leje ndërtimi dhe avantazhe publike. Dhe këtu të filloj Marsidi këtë komendin e parë shpejt e shpejt. Rama i është kthyer fiks pas 4 vitesh përplasjeve verbale me Reporter Sans Frontières, pra me reporterët pa kufi, organizatës që kryen prej një çerek shekulli klasifikimin e lirisë së medjave në afro 200 shtete të botës. Nëse në vitin 2022, kur Shqipëria u rendite e 103 në glob, e 103, kryeministri i quajti ata gënjeshtar dhe fantazist, duke nënvizuar se media këtu tek ne duhet akuzuar jo për mungesë lirie, por për lirin për të shpifur. Kësaj radhe, pas Shqipëria humbi 3 vende në klasifikimin e 83, ai filloi një tjetër kryqëzat, shkruan lajmi. Dhe thot, jashtë thot Rama. Në Shqipëri s'ka as media të intimiduar, kjo është e 2022, në fal. Arsyet, duhet gjep tekstin e Ramës së fakt, Flogeri që ose ma gjen thot. Atë po kërkoj. Ja ku është. Nuk thash thot Rama, ja i gjeta. Nuk thash kur që ju e matni komunikimin qeveritar, i thot reporterve. Që ju e matni komunikimin qeveritar, por tani që e përmendni, po mendoj, a nuk është ndoshta një ide e mirë që të lexoni raportet e atyre që e bëjnë vërtet dhe ta bëni këtë në mënyrë profesionale dhe objektive, mund t'ju ndihmoj sepse dalin kontradikta të rëndësishme midis versimeve tuaja dhe të tyreve kur bëhet fjalë për marrëdhënien midis qeverisë, medias dhe publikut në një vend
të lirë si Shqipëria, thot Rama, ku ndryshe nga ajo që pretenduat dikur, dhe më shumë se një hera që si e informacionit për median duke se ka qenë një ide shumë e mirë në shërbim të lirisë të informacionit. Ka që është gjithçka. Po, përgjigja shumë e bukur. Përgjigja tani do lexoj Prime Minister Edi Rama, Kryeministri Edi Rama, ne masim lirinë e medias, jo komunikimin qeveritar. Kështu thot, ne masim lirinë e medias, jo komunikimin qeveritar. Per. Floku më them ta mbyllim. Jo komunikimin qeveritar. Para sa mbyllim një ndjesi, me që është ere parë që vim në, jo në Bruxelles kemi ardhur, po që vim në Parlamentin Europian, dhe zonë e lirë, për herë të parë në Shqipëri, vetëm një emision që bërë një emision nga studiot zyrtare të Parlamentit Europian, dhe kjo do shënohet gjithsesi, Flogert Sep Marsid, një ndjesi të thjesht, çfarë ju bëri përshtypje, se viu për të parë juni këtu apo jo? Kur hyn në ambientet e Parlamentit Europian, që është një super godin shumë e madhe, pa fund dhe mund të humbasësh, madje edhe vetë ka eurodeputet të rinj që ende se ka marrë dorën. Asistent të Vivërdall. Përfillojnë nga Flogerti, Sebastiani Marsidi, në fund. Flok. 60 sekonda. Energjia që transmetohet që kur hyn deri në çdo rrëz nga mund të shkosh, është vetëm një. Pse ja vlen Bashkimi Evropian? Pra, qytetaria, estetika, komunikimi, etika, çdo gjë që sheh dhe prek këtu, është një vlerë dhe një arsye për të thënë pse Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, që mangësitë që ne kemi të mund të na amortizohen ose zhduken, duke u asimiluar në këtë familje të madhe qytetare perëndimore. Pra patë ndjesi pozitive. Shumë pozitive. Vërqeu. Sebastian dhe mbyll Marsidi ndonjë gjë, ndoshta kujton ndonjë gjë nga antikiteti. Mos ndoshta, është vështirë, po. Do them sërish të njëjtën gjë. Shqipëria dhe Kosova dorë për dorë duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Mime, kjo është një gjë që sapo e the. Unë dua ndjesinë tënde kur hyrë këtu brenda. A mund ta vuloz unë këtë të Sebastianit? Po. Patjetër. Nga ndjesia jote personale tani, përveç qendrimeve. I kemi përkitur, i përkasim dhe do Jo, sepse unë kupton. Po pra, është ndjesi e futmirë sekonda. Mudi. Si të du godina brenda hyn në Parlamentin Evropian. Kupton që i kemi përkitur, i përkasim dhe do t'i përkasim kësaj familjeje të madhe. Nuk i bëri përshtypje, ju duk vetja komplet. Më duk fikse kundërta. Që këtu gojima dukan punë. Nga mënyra, domethënë, asnjë prej nesh nuk ka as edhe një lloj dallimi nga një qytetar norvegjez apo italian, nga një që është nga Malta apo që është nga Spanja. Nga biseda askush nuk ka as edhe një lloj ndryshimi. Mund të flasim për kohën e komunizmit që kemi disa ide të ndryshme në mënyrën se si kemi parë gjërat. Por kur hyn dhe këdo që të takosh, nga mënyra se si bisedon, nga mënyra se si shtrohet biseda, nga mënyra se si ndërtohet argumenti, sheh një gjë shumë thjeshtë. Qytetarët shqiptar i kanë përkitur, i përkasin dhe do t'i përkasin familjes madhe evropiane. Pozitiviteti është duke lobuar, është duke bravo i emision. Është vllai mahnitshëm. Marsit, të lutem, ma mbyll me këmbë tokë. Ç'na mëson ndoshta kur pekse gjë ç'tu kujtuan nga antikiteti. Se mbrapa shpinës për shembull kemi Konstantinos Karamanlis. Po, është kjo ura këtu që i kanë vënë emrin e kryeministit grek, e një kryeministit grek, i cili ka dhënë shumë kontribut lidhur me krijimin në kohën që Greqia u bë pjesë. Kur erdhëm këtu çande, kur u futëm në këtë ndërtesë madhështore, më kujtoi pikërisht momentin kur Aleksandri i Madh u fut në Egjipt dhe u fut sidomos në kryeqytet. Ai pa që hynit ishin po të njëjtat. Jo, një sekond, Marsidi. Ai pa që hynit ishin të njëjtat, thjesht ndryshonin emrat, pa që rritet, traditat, zakonet ishin po ato, thjesht ndryshonte mënyra se si bëheshin. Dhe ajo që mund të them unë është që ne jemi europian, nuk është se kemi nevojë të integrohemi, ama diferenca për ta bërë të qartë të gjë, mendoj që është kjo, që nisur nga problematikat. Për ta mbyllur, jemi sekondat e fundit. Për ta përfunduar, futemi ashtu jo. Kur secili nga ne të jetë i gatshëm të birsojë në një fëmijë të një ngjyre tjetër ose të një race tjetër, ashtu dhe këta të jenë gatshëm ta fuzin Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Çfarë perle ishte kjo? Natë shumë. Falenderoj jashtëmase. Bashkë takohemi të premten, po ju përshëndes edhe një herë nga Parlamenti Evropian, studio zyrtare. Kujdes, po ju lëm me mikun ton të madh nga Kenia, Samsonin, është gjithmonë aktual, kudo që të jeni.